Hedhi me votim të hapur me kartona kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillim të mocionit me debat dhe ngritjen e një komisionit posaçëm në Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me gjetjet e OLAF për fondet e programit IPART. Kush është pro? Kundër? Abstenim? I numëruat? Ju lutem mbani kartonat. 72 kundër, kërkesa nuk miratohet. Para se të kaloj në pikën tjetër, ka disa kërkesa, ju lutem, ka disa kërkesa për procedurë. Zoti Kapri, keni kërkuar fjalën? Faleminderit, zoti kryetar. Do dëshiroja prej jush që në momentin që krejt dhe në mënyrë të panatyshme u përmend Kosova në këtë seancë, zoti kryetar, ju ndoshta do bënit mirë të ndalonit edhe të rrisni kryetarët e grupeve dhe për të folur seriozisht këtë çështje. Nuk mund të jetë Kosova në këtë moment të vështirë dhe të provokohet dhe gjithë opozita e të thuhet dilni në një miting. Tani që e Majta ka një kompleks të madh me Kosovën, kjo dihet, por mos mundoni që ta banalizoni, se historia e së Majtës nis herët me Kosovën, që në vitet 40, që me faktin që shteti shqiptar ishte përgjegjës në vrasjen e mijëra të rinjve kosovar në masakrën e Tivarit. Ndaj zoti kryetar, është e ndershme që ky parlament të bëjë seancë të posaçme për Kosovën dhe nuk mund trajtohet në një retorikë politike që nuk na bën der asnjërit. Faleminderit. Faleminderit. Ministri Vëngu ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Zoti Kapri, nuk besoj se ju si grup parlamentar apo të gjitha grupet parlamentare të opozitës mund të japin leksione patriotizmi për Kosovën. Kryetari i kësaj qeverie, kryeministri, është ai që ka përsëritur në mes të Beogradit kërkesën për njojë të Kosovës. Jo vetëm në mitingje, jo vetëm pas kuintave diplomatike, por në mes të Beogradit. Kjo qeveri jo vetëm që ka quar përpara projekte zhvillimore me Kosovën, po sikundër ju keni quar përpara rrugën e Kombit, ne po çojmë përpara e kurrudhën e Kombit. Kjo qeveri e ka përfshirë Kosovën në kuadër të bashkëpunimeve strategjike dhe ushtarake rajonale. Për herë të parë dhe besoj se është momenti që edhe ju t'i bashkoheni iniciativës që ne kemi përqafuar për ta futur Kosovën bashkë me Kroacinë në iniciativa ushtarake dhe mbrojtje rajonale. Nuk keni thënë asnjë fjalë për këtë gjë, nuk e keni përshëndetur kur këtë gjë dhe është momenti ta thoni. Prandaj nuk ka leksioni patriotizmi askush për të na dhënë këtu. Hajdeni nesër në protest, t'i bashkojmë fuqit, bashkohemi si kom dhe këto tregime me gisht që bëni ju me emocione dhe me debate, e kuptoj që është i vetmi instrument që ju ka mbetur, po keni dhe instrumente të tjerë siç është uniteti kombëtar për këto çështje. Ju faleminderit. Faleminderit. Për procedurë e ka kërkuar fjalën zoti Boçi, Luciano Boçi. Për procedurë ju lutem. Replik nuk ju përmendi emrin. Nëse është përmendur emri, replik zoti Kapri. Ndjes zoti Boçi. Faleminderit. Zoti Ministri i Mbrojtjes, nuk bëra patriotizëm patetik. Tani, nëse flasim për Kosovën dhe përmendet Ramën në Beograd, unë po përmend një gjë tjetër. Kush e mban përgjegjësinë për Open Balkan? Kush e mban përgjegjësinë për vite të tëra marrëdhënie të ngrohtë me Beogradin pa sjell asgjë? Kush e mban përgjegjësinë për konfliktin e madh që ka sot me kryeministrin e Kosovës? Kur dhe në momentin e vështirë të ndërhyrjes në veri të Kosovës, kryeministri i Shqipërisë ishte kundër. Ka deklarat nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë që Rama më ka kërkuar të pranoj ndarjen e Kosovës. Kjo nuk është patriotizëm fals, zoti Ministri i Mbrojtjes e të nderuar kolegë të së Majtës. Kosova meriton një tjetër qasje dhe meriton një tjetër vëmendje nga ky parlament dhe nuk mund të bëhet retorik politike. Kompleksin e të Majtës ndaj Kosovës mos e shfryni ndaj nesh, se nuk do ja dilni dot, me thënë të drejtën, por nëse vërtet duan të dalim në krah Kosovës, atëherë ky parlament do të shprehet minimalisht me një rezolut. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Boçi, për procedurën.